Menon dy cila është urgjenca juaj? Një njeri të vdekur këto afër kontinierëve në lagjën Po zonjë? Cilën lagje edhe një herë më fal? Lagjën Dardania afër tunelit të banesat. Me njerë po e dërgojmë një patrull. Mos u shqetësoni. Ju faleminderit. Shpend. Po. Dyshojmë që vrasja nuk ka ndodhur këtu. E kam bë dikun tjetër e pastaj e kanë sjell kufomën këtu. Supozojmë që vrasja ka ndodhur para rreth 6 ore. Ki drejt. I pyeta edhe banorët e lagjes dhe nuk kanë dëgjuar asnjë zhurmë. Po, sipas vrimës së plumbit, unë supozoj se vrasja është bërë distancë shumë tapër. Dhe thet, vrasja është bërë para 6 ore, që i bie tikon rreth orës 4 të mëngjesit ko ka kry. Oh, Shpend. Edhe një detaj shumë interesant. Mjeti identifikues që e kemi gjetur në trupin e viktimës i përket një njeriu që ka vdekur para 2 viteve. Aha. Ja bëjmë autopsinë? Të ta dritë mësë manat bre dritën? Ha bre qiko, pika e ditës e ti me dritë dhezë. Po nuk po me jafton. Kur do t'i pagumë fakturat, ha? Ma ke tesh ato fakturë. Ku po shka? Po bona gati, këm problem. O, zotë. Haj. Zonjë, ju lutem qetësoni në mënyrë që të marrë informacionin e duhur derisa të arrijë policia. Qysh më qetësu? Buri mor diçka kërte këshia. O Peren, o dule në djali këshis. Zonjë, ma jap një emrin e burrit edhe të komshiut. Afrem e ka emrin buri. O Peren. Zonjë, ju lutem qetësoni, policia është shumë afër. Mos e ndërpritni linjën, ju lutem. Mos e Menon dy cila është urgjenca juaj? Jam drita. O, zonja Dritë, si e? Çka po ju shqetëson sot? Ha bre qajo qik. Gjumë s'po më zenë prej saj. Po pse bre zonja Dritë, pse s'po pushoni? Po, janë t'jarë kere gjdo dit ka 1100 kere janë t'jarë para banesës. A ki mundësi me qenë një policë? Me përcjellë. Po më duket që po shqetësoni, kot bre zonja Dritë. A ju tha jo ku po shkon? Po, me tregon. Më thot, herë shkon fakultet, herë po del, herë... Ama, diçka nuk është në rregull. Po ju pas këtë bisedua, po. Do më thonë s'pas ka kur gjë për mu shqetësu. Mirë. Qika? Ku dole? Nuk kam ku. Qika? Nalu këtu. O, nuk kam ku. Ki? Po, bre, të t'ja dritë.
Ku ishe më? A dola. A dole, a? Mjafti me këto finta tua, se jam kanë edhe unë e re, i di unë. Që edhe ti pas ke dollë kër i ka në reja? Edhe unë kam dalë, se që ka ta mërmenja, veç ju dini mu kënaqë, a? I ka shkova, të. Nalu, mori, nalu! Shkova! O, zota. Nina në 2, cila është urgjenca juaj? Alo, policia. Po, urdhëroni? Me çka mund t'ju ndihmojmë zonjë? Alo, flisni. Furia. Ai kohën fundit. Flisni zonjë, tregoni, mos nguroni. Kohën fundit, bosh pagësi. Ke dojmë shumë. Apo ushtron dhunda jush? Nuk e di që e dita në këtë dashë. Të gojë marrë vesh ajo një. Zonjë, qëtësoni. Askush nuk guxon të ushtroj dhunë mbi ju. Ma jepni adresën ju lutëm? Jo, me marrë të jo. Qa po ndodhë, Dardan? Një grua është ta që e friksume sa nuk guxon as me raportu burin që e re. Po sistemi ka regjistru adresën, apo? Po është të meruse është. Këta tipas duhet jenë jashtë. Apo na duhet mi nalë. Nuk po mujmi i përballu më këto raste, është shumë e dhimbshme. Kur e di që ka kësi raste, është shumë e tmerrshme. është e tmerrshme, e dhimbshme është që ka hala gra që ushtrohet dhunë ndaj të në. Duhet ngritet edhe vetdia e grave, dhe ato nuk duhet ma të lejojnë edhe të pranojnë që të kenë frikë në jetën e tyre. Nino në 2, cila është urgjenca juaj? Po? Po, urnoni zonë. Më falë, cilin vend edhe njerë? Po? Ju falenderit shumë për bashkëpunim. Ditën e mirë. Të paktën Barcelona këtë herë humbi, kem ka gëzu. Sigurisht edhe mu. Po ma shumë pëlqen futbolli angles. Nuk e di pse kam një përshtypje që luajnë ma mirë. Po pra, pa ta kanë shpik futbolin. Tërsa ne e kemi shpik flien. Ma gjej një njeri në këtë botë që gatun flia ma mirë se ne. Problem. Besoj se këtë herë unë kam qëllu ma mirë se ti. Ke mund edhe këtë herë. A që e su më dhe një rondë dhe ikim? Kujdes mos u bë si Barcelona, se nuk është mirë me fitu gjithmonë. Alo patron. Tamam iş bitti ya. Korkma sen. Dilim dilim keseceğim. Tamam hadi sen merak etme. Gözün açık kalmasın tamam hadi. Öptüm. Ne o? Patronun çok mu kızgın? Ya bizim patron biraz serttir. Ya sen patronuna söyle bizim öyle sakin durduğumuza bakmasın. Habersizce kopan fırtınalara benzeriz abi. Triplere bak, triplere bak. Biz en iyisi
Konuya girelim. Girelim abicim. Nasıl istersen. Sizin etleriniz nasıl? Ya abicim işte göreceksin. Bizim malım Brezilya'nın malısı değil ki. Arnavut malı. Gideceksin bakacaksın. Beğenirsen alacaksın. Beğenmezsen bırakacaksın tabii. Ben işten ve etten çok iyi anlarım. Öyle mi? Hı hı. Tamam. Yolun açık olsun abicim. Hadi sen yukarı çık. Ha. Unutma. Bir ses duyarsan. Bil ki eti iyi kesiyorum lan. Pret. Qajo drita bre qajo plaka, që 6 herë sot ka thirrë edhe për lypin e hetus. A ka në lidhje familjare mes tyre dyave? Jo, kështu të veçnejse, ajo thot që e donë si mesën e vetë dhe në fakt ajo për lyp na mu përfshi veç si pasoj e frikës saj. A ka në fakt që paraqet kjo zoja, kjo plaka? A din qysh pra merë mu ma shumë për mduket si fiksim kretë ky shqetësimi i saj. S'po di. E po, ka edhe drejt. Në gjithë shka është të ndodhë sot. Po kryesorja na duhet me përmbush përgjegjësinë tonë, duhet me mbrojt qytetarët. Po, kaq. Normal është. S'ke çka bësh tjetër në këtë rast. Shef, më fal që u vonova. Nora, sonte duhesh me tregu vetëm. Nuk pranoj arsye. Po, pra shef, fola me tu premtu se që vi. Norti e den që kam mungesë shumë të madhe. A e den këta? Po. Veç asaj, sot më vinë disa miq prej Bullgarisë, qare s'kam pa ju dalë hakësh. Që më stanin të kry me ki. Edhe diçka. Përveç atyre që i kom pa në foto, tjetër nuk du. Okej. Unë bo. Nora, mos më dëshpra. Jo, bre shef. Mirë, shihem sonte. Jo ka. Po ju veç kësi hori. Mirë. Dishta më këthy prapë në temë. Ju thatë që quhet Nora Ferati. Po. Që sa kohë jeton të ju? Po, besa një kohë të gjatë. Është vajzë e familjes mirë, prindi ka sjellë shumë, po kjo diçka nuk di. Hall, a mundesh mund të regu diçka ma konkrete, pse shqetësoni? Po qaja qik. Qaja po më shqetëson. Sa ditë me radhë jam t'i pa andër, jo po fluturon, jo kështu, jo ashtu. Hall, ma konkrete ju lutëm, diçka mundesh? Ma konkrete? Po. Kerrët. Çdo ditë nuk vjen kerri njëjt para banesës me marë. Gjithmonë ndrohen. Ajo po thot që është mirë, po ku e di unë. Edhe dhurata më jep paren, ka dhënë edhe pare, tash që t'ju tregoj. Përnën. Mirë. A keni mujt me marrë në ajtarë të veturës? A, po, që dheja mora, që. Këta mojnë më ta shfrytzu? Po. Faleminderit shumë, Hall. Hall, ja numrimi i telefonit. Me lemra për çdo gjë që ju shqetëson. Faleminderit. Po, mos fol me askënd. Unë kam problem me këtë mbajtjen e sekreteve, por do të përpiqem askënd s'do të foli asgjë. Faleminderit. Tash mu më duhet me shku. E besoj që jemi në kontakt. A fotografi? A, po, faleminderit. Ditëre mirë. Ditëre mirë. Shpendin telefon? Shumë mirë. A i verifikove targat që ti dhash? Vetura vjedhur?
Mirë, faleminderit. Vazhdojmë me fërtën tjetër, kolege. Ky person është qëlluar nga një distancë rreth 3 metra. Dhe personi që e ka qëllu ka qenë në anën e djathtë të viktimës dhe nuk ka pas pamje të qartë. Këtë më së miri na tregon edhe gjurma e plumbit që gjendet në trupin e viktimës. Po, vazhdo. I njëjti person ka pësuar goditje që ne mendojmë që kanë qenë fatale, goditje të cilat e kanë rrëzuar në tokë. Mirë po është edhe një detaj shumë interesant. Është gjetur dhej në flokët e viktimës. Dhe pas analizave që ja kemi bërë ti dhe jo, na rezulton që ka përmbajtje të dzejeve që gjenden vetëm në magure. Sipas fakteve, kjo vrasje ka ndodhur atje e pastaj trupi është sjellë në Prishtinë për t'i humbur gjurmë të vrasjes, apo? Pikrisht, por atje është bërë vetëm plagosja, rreth orës 1 të mëngjesit, pastaj viktima ka ndruar jetë në lagjin Dardania rreth orës 4 të mëngjesit. Dhe këtu i keni të gjitha faktet për këtë rast. Ja, orna. A vazhdojmë me rastin tjetër? Po. Kolege? Po, zana? Halon punja? Po, dhe pak. Do më vërmu shumë? Jo, nuk e di, jam në rast. Jo, pra veç do ashta për jonin. Shte po në listën e ditëlindjes. Veç për të ta. Thoj që kam i thirë edhe shokët e mi. Okej. Jone, babi po kam i thirë edhe shokët për ditëlindje. Thuj babit le të vjen, thuj. Zamër, hajtë se du na me ndërprej, hajtë. Zamër, vjen babi ma u. Okej. Oh, my friend. Welcome, welcome. Please, sit down. No, first up. Oh, you won first up. Oh, what are you? Okay, see you later, my friend. Që se u bu mirë që. Se të ishe nuk vinë. Kur ki pare, ding qare. Dreci si, bravo, Allah që shtu bëm për qanë. Në dëgjam. Javën që vjen e ki ditëlindjen, apo? Ma deshe, a? Qka di une, qka di, po... Pe bojna një netë mirë, pe mshelim lokalin, një po t'ja qesim flakën. Faleminderit shumë. A je sigur që pe mshel për mua? Po t'je den kur t'a më në diska e bëj. E zbërë. Alo, drejton, shpendi jam. Mirë, faleminderit, po ndëgja. E dua një ekip vëzhgues se kam dyshime rreth një kafe që po zhvillon vepra kriminale brenda mureve të saj.
Po, mundësisht nga sante. Mirë, që ta dërgoj edhe adresën me mesazh. Shkun. Kush mikrofoni? Unë. Falni, a më në shku dhe në toalet? Po, që zbën? Faleminderit. Faleminderit shumë. Hall, kishit e drejtë. Shqetësimi juaj doli arsyeshëm. Do me thënë këm pas parandjen, është diçka e rrezikshme. Ati lajmërojmë prindin e saj. Jo. Është shoqëri me njerëz të rrezikshëm. Prandaj ka gjëra të para. Po na do të mjavnuni përgjuse. Me gjetë një motiv dhurat apo... E din qka? Ditëlindjen e ka një 5 ditë e ka ditëlindjen. Që kjo është? T'ja bëjmë një dhurat. Patjetër. Po. Shpend, dush me pa një material. Ta drejt? Unë mjerone, ta prisha gjumë. Pa, si se dita që përte. Da shta me ta uru ditëlindje. Faleminderit shumë. Ta këndeni dhura. Po nuk është do është marrë gjutë ta drejt. Hajde që mu së mërzet, ashtu kështu me pare tua, ose mje. O, zëtë sa e bukur. Nuk po di asë qa më të thonë, seriosisht. Shuaj faleminderit.
Edhe më premton se do ta mbajsh. O, falenderit shumë të drejt. Seriozisht du si gjyshën të. A, në shpirë. Që tash? Hajde. A, Pefrina? Po. Vesh ta me nëni dhe shirë. Plum. Falenderit.